Bonjour. Mirë dita, më thoni, leoni të them në fillim që nuk jam shumë mirë në frëngjisht në këtë moment, por gjithsesi dua të vazhdoj në frëngjisht, sepse kemi asistuar në disa falë ambasadorit të Bashkimit Evropian dhe falë ministrit të kulturës, kemi ndjekur fjalime në gjuhë të tjera që për turpin tim folën në anglisht në një aktivitet që duket ishte vetëm në frëngjisht, sepse nuk besoj që imagjinata e artistëve këtu mund të mbërrijë deri në atë pikë sa të përfytyrojnë anglezët të hapin një gjë të tillë në Shqipëri apo kudo gjetkë në ndonjë vend tjetër që nuk është kolonia e tyre. Nga ana tjetër, unë duhet të respektoj të nderoj Frederikun, që erdhi sot me shumë njerëz të tjerë. Jo vetëm të flas në frëngjisht, por duke I kushtuar një fjalim të gjatë. Një fjalim të gjatë, sepse falë imagjinatës së ambasadorit tim Dritan Tola, ideja për të nderuar Frederikun me medaljen ylli I madh I mirënjohjes publike për mirënjohjen, në emër në shenjë mirënjohje, është u bë ideja për ta bërë këtë në një aktivitet, në një miting jashtë. Nuk e kam bërë kurrë këtë dhe nuk besoj që e ka bërë ndonjë president francez që ta ketë dhënë legjonin e nderit në kopshtin Le Tuileries. Por mirë, kjo do të thotë që jemi vend mjaft demokratik. Dhe ndonjëherë ambasadorët na japin urdhra. Mbrapa kurrizit, nga pas kurrizit. Megjithatë, I dashur Frederik, e fillova duke pyetur ChatGPT dhe ja çfarë mora, djalë I adhuruar nga prindrit. Babai juaj ekspert I madh financash, profesor në shkollat e shquara, presidenti I Shkollës Normale të Muzikës dhe ajo mendja e bukur dhe e hishme që është mamaja juaj, Marie-Laure, krye konservatore dhe specialiste e dizajnit në qendrën Pompidou. Më pas, u diplomuat shkëlqyeshëm nga shkolla e lartë e tregtisë, një nga shkollat më prestigjioze franceze. Ushtar trim parashutist dhe ky projekt e dëshmon këtë. Dhe më vonë, në jetën tuaj, ishit auditues I studimeve të larta të mbrojtjes kombëtare. Si përmarrës serial I suksesshëm, duke arritur kulmin me Web Help, kjo është në anglisht, që ju dha për më tepër këtë sharm diskret që të jep paraja. Madje, ky sharm veproi dhe në Shqipëri me më tepër se 700 të punësuar që punojnë për Web Help në Tiranë. Sportist I fortën, shpesh duke përçmuar, duke rrezikuar dhe jetën tuaj, alpinist, pilot, garash dhe lundërtar që sfidon rreziqet e natyrës. Po ja ku jeni me ne. Rreth moshës 50 vjeçare, sikurse e thoni vetë, konfirmoni përfundimisht të prirjen tuaj tjetër të madhe, që në fakt kishte qenë gjithmonë brenda jush. Ajo e mbrojtësit dhe mecenatit të madh të artit dhe kulturës. Pasi financuat shumë aktivitete artistike dhe kulturore për publikun e varfër, pasi ndihmuat Louvrin dhe shërbyet në shumë komisione dhe këshilla të
muzeve më të mëdhenj të Francës dhe botës, drejtuat Këshillin e Shkollës së Arteve të Bukura në Paris, administruat Shkollën e Arteve Dekorative, ju kushtuat gjithnjë më tepër energji dhe paratë tuaj, financat tuaj për mbështetjen e kulturës. Ju bletë revistat Beaux-Arts Magazine dhe Le Quotidien de l'Art dhe drejtuat grupin e punës Pas Culture për rinin e Francës. Më në fund britët e kjo aventure fundit e bukur, si pas traditës së shquar të mecenatëve dhe mbrojtësve të artit në Francë, pra tek Art Explora, me qëllimin fisnik për ta demokratizuar artin dhe për ta bërë të aksesueshëm për të gjithë. Rezidencat e artistëve në Montmartre, hangarë jashtëzakonshëm, muzeet e lëvizshëm dhe programet e tjera e bëjnë fondacionin Art Explora, organizatë të njohur për dobishmërinë publike, aktor shumë origjinal, inovues ndër operatorët kulturor të shquar në Francë. Në vitin 2024, projekti fantastik Art Explorer, kjo anije katamaran gjigante, anija e parë muze në botë që pret festivalin Shëtitës dhe të cilin do ta përurojmë nesër në portin shqiptar të Durrësit, për krah amfiteatrit më të madh antik të hapur jashtë Romës. Kjo anije muzeu ngjan juve, Frederik. Një poet i Plejadës franceze këndonte: I lumtur ai që sikurse Uliksi ka bërë një udhëtime të bukura dhe ju jeni një Uliksi i arteve dhe kulturës. Si Uliksi ju ditët të ndërtoni rreth jush një rreth të virtytshëm besimi dhe kjo duket asgjë nuk ishte e fituar paraprakisht, por me ndihmën e burrave dhe grave si Bruno apo Blanche, nuk i njeh të gjithë të tjerët dhe ju kërkojnë ndjes, por ka dhe të tjerë, sigurisht. Nuk e vë në dyshim. Më folën gjithashtu për një angel mbrojtës, Marie-Laure, nëna juaj, dhe ju ja dolët me bastin tuaj. Pastaj një ditë bukur shtatori 2021, në shtysën e mikeshës suaj franko-shqiptare Adea Mejdani, unë mendoj që ajo është shqiptare, por ChatGPT thotë që është franko-shqiptare, nuk e di përse. Dhe me mbështetjen e ambasadorit ton të palodhur dhe të paoksidueshëm në Paris, Dritan Tola, ju bët një udhëtim të bukur në Shqipëri dhe ratë në dashuri, kështu thonë. Po atë ditë, ne u takuam bashkë në zyrën time dhe u përpoqëm që ta joshnim njëri tjetrin. Ju si përmarrës me 700 të punësuar në Shqipëri dhe unë si dikush që ju e patë si një target të mundshëm. Dhe ja ku takuam, ju vizituat këtë shtëpi pas drekës ku më kujtohet që pit mjaft verë të kuqe për ta parë Shqipërinë edhe nga pikpamja kulturore dhe jo vetëm nga pikpamja e paras. Më kujtohet që për dërguat një mesazh ku thoni që do kemi dhe takim tjetër. Kjo do të jetë rezidenca e ardhshme e Art Explorers. Dhe për t'ju rikthyer fjalisë së fundit të filmit Casablanca, ku Riku i drejtohet kapitenit Louis, takimi ynë dhe takimi juaj me Shqipërinë bëhen fillimi i një miqësie të bukur. Është fillimi i aventurës së Art Villa 31, që e përurojmë sot, e hapim sot në praninë e një publiku kaq të bukur, duhet ta them, dhe të shumë njerëzve të ardhur nga Franca. Po të marrim parasysh të pranishmit e shumtë në këtë vend kaq të veçantë, dikur vend Macbethian, sot një vatër kulture shqiptare dhe për gjithë botën,
Theme vete i dashur Frederik që kënaqësia që ndjej është e njëjtë me të gjitha ata, e ndaj me të gjitha ata që marrin pjesë në këtë ceremoni, ngado qofshin rreti juaj familjar, pastaj rreti miqësor dhe profesional, si edhe personalitetet e shumta. Së pari miku ynë Benjamin Haddad, ministri francez për Europën, i cili na nderon me praninë e tij sot në emër të Francës dhe përmes pranisë së tij shënon miqësinë mes dy vendeve dhe popujve tanë. Unë duhet të shtoj që ai ka aftësinë të më befasojë, sepse pavarësisht krizave qeveritare në Francë, ai vazhdon të jetë këtu. Dhe thonë, sa më shumë thonë që Franca ka marrë fund, ai më thotë jo, unë jam këtu. Larmia e njerëzve shqiptar apo të huaj të ftuar këtu dëshmon për vlerësimin që ju bëjnë ju dhe se sa e njohin vlerën tuaj dhe vlerat që ju mbroni. E përmend shpesh vlerat maten me mënyrën si secili gjendet në botë, po ashtu dhe me veprimet që ka kryer. Në romanin e famshëm të Cervantes, Don Quixote i shpall, secili është bir i veprave të tij. Unë duhet të shtoj se kur përmenda më lart Montmartre dhe rezidencat tuaj artiste, të artistëve në këtë vend të famshëm të krijimtarisë parisiene, nuk mund të mos shthem këtu një fjali të famshme nga Rodolphe Salis: Zoti krijoi botën, Napoleoni themeloi Legionin e Nderit dhe Frédéric Jousset themeloi Art Explora. Kjo mirënjohje e Republikës son, më jep rastin t'ju falenderoj për veprimtarinë tuaj dhe veprën tuaj në Shqipëri dhe për Shqipërinë. Dhe do të doja që ju të vinit këtu pranë meje për t'ju paraqitur, për t'ju prezantuar me medaljen e kryeministrit. Ylli i madh i mirënjohjes së Republikës së Shqipërisë. Unë mendoj se me këtë erë poetike dhe me këtë gjest romantik nuk duhet të shkojmë më larg. Merreni kështu tani, merreni kështu si bagazh të Artit Explora. Faleminderit. Duke qenë se ne jemi vend kontrabandistësh, kjo është për t'ju treguar autoriteteve franceze që nuk është kontrabandë, por është origjinale, e merituar dhe është e juaja, certifikata. Frederik, nuk jeni i detyruar të thoni ndonjë gjë, po nëse doni të thoni diçka, dua thjesht të them që ju falenderoj edhe një herë dhe ja dedikoj këtë medalje ekipeve të Art Explora që më shoqërojnë prej 5 vitesh. Faleminderit nga zemra, bëni një punë të mrekullueshme. Faleminderit. Tani po punon për imazhin e tij si demokrat. Tani ftojmë autoritetet zyrtare që të presin shiritin para hyrjes kryesore të vilës, si dhe të firmojnë
shërmosin librin e shënimeve. Faleminderit.